نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falendrojmë Allahun e madhreshëm, Allahut ja shprehim çdo falënderim. Allahu takojnë gjitha falënderimet më kulmore dhe më të sinqerta. Të gjithë dëshmojmë se Zoti është një, s'ka zot tjetër posa tij. Atij takojnë gjithë emrat më të bukur. Ai është absolut gjitha cilësitë e tij. Çdo e mirë buron nga ai. Të gjithë jemi të bindur se të këqija dhe të ligat sigurisht që burojnë nga ne. Salavatet dhe selamet e bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin a.s., mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi gjithë ata që ndjekun dhe pasojnë fenë e tij deri në ditën e fundit. Për gjithë lutim Zotin faljen, veçanti e lut Zotin për këta njerëz në këtë xhami këtu. Inshallah Zoti na fal gjithëve. Inshallah Zoti na ndriçon mendjet, na i fistikron shpirtat dhe na shton besimin dhe përkushtimin ton për të qenë rob sa më të mirë të Zotit manduar. Të dashur vëllezër, në këtë hutbë vërtet është e vështirë me fol të pas parasysh se edhe unë si hoxh edhe ju si xhamatli dhe çdo qytetar ndikohet prej ngjarjeve që ndodhin në vend. Dhe ajo që është më e rrezikshme që mund të ndodhë një populli ose një vendi është kur një popull e humb besimin, kur një popull e humb vullnetin. Gjithçka në këtë botë me humb ka mundësi më u kompenzu. Me bo me të hub besimi, me bo me të hub vullneti, vullneti është motori që i prodhon mundësit. Ajo që edhe pse na sot pëmojmë hutbën në Kosovë dhe jemi gjithë në Kosovë, nuk jemi prej atyre që jemi nisë me lëshu vendin, me gjithat shpirtnisht jemi gjithë të luhatshëm. Se cili prej nesh sot e bën një pyetje. Kosova a është vend ku mund me jetu? A bën me jetu në Kosova? A mundet njeriu me jetu në Kosova? S'mundet. A ka vullnet? A u met edhe një tro vullnet me zhvillu këtë vend? A ka edhe një shpresë? A ka edhe një dritë, një kandil në fund tunelit me prit edhe atë? Apo du të me ikë? Mentaliteti i humbjes së vullnetit. Mentaliteti se na s'mund bojmë kur gjë. Mentaliteti i migrimit, i qenuit refugjat. Mentaliteti se dikush du të më na sundu se na s'dim vetë. Mentaliteti se na s'kem lidership mirë, se ata na i ka instalu dikush. Këto e në mentalitetet më të rrezikshme që po i ndodhin vendit tonë. U mundova sigurisht me vërtetu një gjatë tillë prej Kuranit. Do të provoj 2 ajete në Kuran t'i shpalosi para jush, e t'i analizojmë bashkë. A kem na sot të bëjmë diçka me këto ajete, me këta popuj? Unë e di që çdo besimtar ka dëgjuar për historinë e Faraonit. Faraonit, zullumçarit, tiranit, diktatorit, kriminalit. Ton keni dëgjuar për to. Ajo që është që me të vërtet të bën të mendosh, e të nalesh, të analizosh, kur e lexon Kur'anin familjart, Allahu i Madhnushëm nuk e mallkon veç Faraonin, nuk e çarton veç Faraonin, po e çarton edhe popullin. Bismillahirrahmanirrahim. Fastakhaffa qawmahu fa'ata'uhu innahum kanu qawman fasiqin. Faraoni i frikoi popullin. Faraoni i rrajti popullin. Po mirja boni sa ata i hangshin rënë. Faraoni e frikoi popullin, e populli e pranoi frikën, do më thonë, kërkosh në këtë botë s'muhet me të frigu veç nëse dënë ti mu frigu. Kërkosh në këtë botë s'muhet me të pushtu, vetëm kur te pranon se muhet me të pushtu. Kërkosh në këtë botë s'muhet me të dëpsu, vetëm kur te i thu vetit jam i dëp, qatëherje i dëp. Allahu po thot tekstualisht, fastakhaffa qawmahu, e frikoi popullin. Ata e hangren frikën. Ata ishin të gatshëm u frigu. Çka e kupton kjo?
Në kupton se s'ka pas vend për frikë aty. Pse s'ka pas vend për frikë? Se faraoni ka një njeri si kret njerëz të alën dy jas, me dy dur, me dy kom. Faraoni tipik ka qenë si një qytetar i rëndëmt e atëhershëm i Egjiptit, si çdo qytetar tjetër. E pse u bë kaq i madh? Pse friga jonë e boni të madh ato, ai nuk ka i madh. Më falni, na po thujna kështu. Ti kanë po na rajnë. Po na bujnë mirë se na pohojnë rranën, na pohojnë forët. Forat shet ai që han forët, çati do mi kallzu forët. Barcoletat shiten aty ku njerëzit i hajnë barcoletat, ku shiten barcoletat. Innahum kanu qauman fasiqin. Ata ishin popull i presht. Domethënë, akuza dhe çortimi nuk ora vetëm faraonin. Akuza ora dhe mi popullin. Pse? Sepse populli ka pranu dobësin, e ka pranu frikën, e ka pranu nështrimin, e ka pranu mentalitetin që na s'dim me bo kurgjo, na s'bojna kurgjo, na jena dob. Të dashur vëllezër, fatkeqësisht, ne populli hala përdorëm kur shohëm diçka keq na thojna, shqiptar bre. Në xhami na me bo dikush një gjest keq që dash, na thojna shqiptar o ky. A dini që kjo fjala më ofenduese na lëm dyja. Domethënë, shqiptarët janë sinonimi i veprave të liga. Sa herë do ja shqiptarëve? Ti çfarë je shqiptar edhe unë? Qysh ku keni pa në botë një njeri me ofendu veten, me nënçmu vetveten, me poshtru vetveten, me pranu se na s'dim asnjë gjë, na s'bojmë asnjë gjë. Kjo është ajo që Kurani ka dashur, Zoti i Madhnushëm, nëpërmjet profetëve, ka dashur me ngrit imanin te popujt. Shtrohet ti pyetje, kush me pështu popullin e faraonit prej faraonit? Qysh me pështu? I rranë gjithë ditën, i hajnë rratë. I frigon, i korrupton, krejt i hajnë. Krejt pazarlëqet, matë ndyta populli i hanë. Qa me bo? Do të mja dërgu një pejgamber, Hazreti Musen, e me ngjall mas pari imanin. Imanin qka? Imanin Zotin e Madhnushëm, edhe dy imanin se na jena dikushi. Na mundu me bo diçka. Na kena vlerë, na kena pozit, na kem nder, na kem moral, na kem shumë gjëra të mira. Na jemi dikushi. Jemi dikushi se jemi këtu ku jemi. Na jemi dikushi. Për ata të dashur vëllezër, një pjesë e barës vjet te populli. Populli do të më kthjell. Xhoxhallar duhet më kthjell, xhamati duhet më kthjell, me kënd vetdijshëm, me kënd syçel. Mos mi pranu rand, mos mi pranu dollaveret let, mos mi aurre krave njerëz të ligj. S'janë të fortë ata. Njerëz të ligj nuk janë të fortë, mos u tutni pe njerit lem këtë botë. Sado që të jetë me tendera, me pushtet, nuk është i fortë, është si njeri i rëndëm secili prej nesh. Ai që e sheh korrupsionin ku do të qoftë, duhet me deklaru, mos më frigu. Se shefi jot është njëri sikur ti, asnjë gjë se ka më shumë se ti. Allahu i Madhnushëm tash i edhe një detaj me rëndësi në Kur'an. I ka marrë ehlul kitab, i thtarët e librit i ka qortuar ata. I thtarët e librit, sipas Kur'anit familjar, prisat e tyre u kanë prish fen. Edhe thot Zoti, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Lidert e tyre fetar, rabin, priftrenjt, i kanë marrë për zota. I kanë bo zota. Tonë dini historinë e Adi ibn Hatimit, ati sabis që tha, ja Rasulullah, unë jem kon krishter. Tha, po na pristat nuk i kena adhuru, nuk i kena marrë për zota. Qaj tha Hazreti Muhamedi? Tha, aja u kanë leju të ndaluarën? Aja u kanë leju të ndaluarën? Tha, po. A keni pranu? Po. Aja u kanë ndalu të lejuarën? Ja u kanë ndalu diçka që halal ta ka po haram. A i keni respektu? Tha, po. Po pse lejoj që të burë? Zoti i Madhnushëm po i çorton i thtarët e librit që lidet klerik fetar nuk u dasht me leju që kur haramit i thot halal mi thon m'fal, më që vendiso që ashtu? Ja, shuni se hoqë këtë gjithë e ka mirë. Se ka mirë? Jo, pse keni pranu një gjotë tillë? Sepse ata kur e kanë haramin e kanë bu halal, ju i keni respektu. Kur halalin e kanë bu haram, ju i keni respektu. Edhe ju i automatikisht i keni bu zota. Jo i keni bo zota, ata s'kan qenë zota. Fa ju është se i keni bo zota. A pe vreni ku është koncepti Kuranit,
Kurani don me kfill popullin. Problemi nuk zgjidhet me partit kur s'kan me mujt me zgjidh. Kur të vetësohet populli ka mos zgjidh problemi. Problemi krejt të populli është, të dashurit e mi. Te koka e popullit, te besimi, te vullneti, te kthjellja. Qohet një njeri të rënë me dy sy të mballa i beson, po ti gjysën e fajt i ki ti. Qysh Hazreti Omeri ka thonë nuk jam tradhtar, po tradhtar s'mundem tradhtojnë. Nuk raj, po nuk e ha forën e rënës. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, besimtari s'ban mu kafshu 2 herë për një vrime. Veç një herë të lamë më tradhu, jo 2 herë. Po na kena lanë që 15 vjet me na tradhu. Andaj, qa kem nevojë sot? Me kthy moralin, vullnetin, me kthy besimin Zotin e Manushëm, me besu gjithë se këtu ka punë, ka vullnet, edhe me izën e të madhit Zot na presin ditë mira, me kusht nëse kthjellemi. Me kusht nëse kthjellemi. Nuk lejojmë lidert me deviju shtetin, as politiken, as klerit fetar nuk delivojnë halal me thon haram, e halal me thon haramit me thon halal, se halal me thon haram. Zoti na fal, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.